Në një moment kaq të rënd për familjen e Gjestit, Xheneta Fetau ka bërë një reagim publik duke kërkuar të gjithëve të tregojnë respekt dhe mëshirë ndaj dhimbjes së tyre. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ajo shprehur shqetësimin që varrimi i vëllait të Gjestit u kthye në skenë filmimesh dhe postimesh online. Xheneta theksoi se familja tashmë ka humbur më të dashurin e tyre dhe se çdo foto apo video e shpërndarë në rrjetet sociale e rëndon dhe më shumë plagën e tyre. Në emër të gjithë atyre që ndjejnë këtë humbje, dua të falenderoj familjen e Gjestit për mikpritjen dhe për zemërsinë që treguan në këtë ditë kaq të rëndë. Apeli im është i qartë. Mos i ndani videot dhe fotot nga varrimi. Lërni dhimbjen të mbetet aty ku është, brenda atyre që po e përjetojnë dhe jo në duart e rrjeteve sociale, shkroi ajo. Në fund, Xheneta uroi që Zoti t'i jap forcë dhe durim familjes së Gjestit dhe kërkoi nga të gjithë pak njerëzi. Nuk po ju lypim gjë tjetër, veç se respekt për ata që po vuajnë. Varrimi u shpërnda gjërësisht në rrjetet sociale. Thirrje të shumta kishte që të respektojë dhimbja e familjarëve duke mos shpërndarë pamje të tilla që do t'i preknin akoma më shumë.